kur dhuna kthehet në argëtim dhe poshtrimi bëhet përmbajtje. Në ditët e fundit, shoqëria ku jetojmë u trondit nga një ngjarje e rëndë e dhunës mes të miturve në qytetin e Firit. Pamjet e së cilës u shpërndan masivisht në rrjetet sociale. Si besimtar, ne nuk jemi ishujt e izoluar. Ne jetojmë në këtë shoqëri dhe valët e këtyre fenomeneve prekin patjetër edhe muret e shtëpive tona. Kjo ngjarje nuk duhet parë thjesht si një lajm kronike, por si një alarm për të gjithë ne. Një shoqëri nuk rënohet vetëm kur ndodhin krime, por kur mjedisi përreth tyre bëhet indiferent, kur dhuna kthehet në argëtim dhe kur vuajtjet e tjetrit përdoren si përmbajtje për klikime. Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin famulart: ju ndihmoni njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri, e mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkat dhe armiqësi. Në pamje të parë, mund të mendojmë se ngjarje të tilla ndodhin larg nesh dhe mjediseve tona besimtare. Por, në të vërtetë të dashur vëllezër dhe ju motra, interneti dhe rrjetet sociale i kanë thyer të gjitha kufit. Nëse ne nuk e mbushim kohën dhe zemrën e fëmijëve tanë me edukat islame dhe gjëra të dobishme, atëherë bota virtuale do t'i mbush ata me antivlera. Dhuna nuk lind nga asgjëja. Ajo fillon si diçka e vogël, me fjalë fyese në shkollë, me bullizëm në grupet e chatit, me mungesë respekti ndaj mësuesit dhe prindrit dhe në fund përfundon në degradim dhe luftë fizike. I dërguari i Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam, na ka treguar diçka dhe ka vendosur një rregull të artë për jetën në komunitet. Profeti Muhammed thot: musliman është ai prej gjuhës dhe dorës së të cilit janë të sigurt të gjithë njerëzit. Nëse fëmijët tanë nuk e kuptojnë se lëndimi i tjetrit, qoftë edhe me një fjalë apo një imazh në rrjetet sociale, është një mëkat i rëndë, atëherë imuniteti moral i familjeve tona është në rrezik. Ajo që e bën dhe më të rëndë këtë fenomen, që po e shohim dita ditës të shtohet në shoqërinë tonë, është dhe kultura e kameramanit. Në vend që njerëzit të ndërhyjnë për të ndaluar një padrejtësi, nxjerrin telefonat për ta filmuar atë. Si duhet të reagojë një musliman përballë këtyre skenave? Profeti na ka dhënë një udhëzim të prerë. Kush prej jush shenjë të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij. Nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e tij, e nëse nuk mundet, atëherë me zemrën e tij. Dhe kjo është shkalla më e dobët e besimit. Në epokën digjitale, ky hadith, pra kjo thënie e profetit, merr një kuptim jashtëzakonisht praktik. Ndryshimi me dorë ose me gjuhë do thotë të ndalosh dhunën nëse je prezent dhe ke mundësi për ta bërë atë, ose të paktën të raportosh faqet me video e dhunshme, pra që shpërndahen dhe që ka brenda tyre poshtërim të personave të caktuar. Ndërsa ndryshimi me zemër, që është refuzimi, do thotë të mos i pëlqesh, të mos i shpërndash dhe të mos bësh pjesë e audiencës që ushqen këtë të keqe. Allahu thot në Kur'anin famulart: mos e ndiq atë për cilën nuk e dije. Vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra për të gjitha këto njeriu do t'i jap llogari. Çdo pëlqim që i japim një video ku poshtërohet dinjiteti i një qenie njerëzore, na bën bashkëfajtor pasiv në përhapjen e kësaj ligësie. Që mjedisi ynë familjar dhe shoqëror të mbetet i pastër, ne duhet të kalojmë nga thjesht të qenit kritik në hapa konkret. Profeti ka thënë: secili prej jush është bari dhe secili do të pyetet për kopen e tij, pra për tufën e tij. Nuk mjafton të sigurojnë fëmijëve një telefon të shtrenjtë. Duhet patjetër të dimë se çfarë shohin, çfarë shkruajnë dhe me kë shoqërohen në këtë hapësirë virtuale e cila është kaq e rrezikshme. Të mësojmë fëmijëve tanë se dobësia e tjetrit nuk është material për t'u tallur.
Allahu thot në Kur'an në surën Huxhurat: "O ju që besuat, të mos tallet një popull me një popull tjetër, se ndoshta ata që po tallen janë më të mirë se sa ju." Nga ana tjetër, duhet të ketë një komunikim të hapur midis prindërve dhe fëmijëve, në mënyrë që fëmijët të gjejnë te prindrit e tyre mbështetje, që nëse bien pre ebullizimit apo dhunës, apo shohin diçka të tillë, të mos e fshehin nga turpi apo frika e prindit të tyre, por të kenë hapësira të tilla që të flasin pandroj në mënyrë që të merren masat para se të na ndodh vakia. Kështu Islami, si fe, nuk pret derisa e keqja të ndodh për të reaguar. Ai ndërton zemrën përpara se të ndërtojë ligjin, edukon karakterin përpara se të vendosë ndëshkimin dhe forcon ndërgjegjen e njeriut përpara se t'i kërkojë atij llogari. Prandaj, çdo ngjarje e tillë duhet të na shtyjë të rishikojmë edukimin ton, marrëdhënien ton familjare, mënyrën si i rrisin fëmijët dhe kulturën që po ndërtojmë në përdorimin e telefonit, internetit dhe rrjeteve sociale. Nëse fëmijët tanë mësojnë të kenë frikë Allahun, të respektojnë dinjitetin e njeriut, të ndiejnë dhimbje për atë që vuan dhe të shohin se çdo njeri është një amanet nga Zoti, atëherë do të kemi ndërtuar patjetër mburojën më të fortë kundër dhunës, bullizimit dhe poshtërimit. Prandaj kjo ngjarje nuk duhet të na shtyjë vetëm të themi sa keq ndodhi, por të pyesim veten, çfarë po bëjmë sot që fëmijët tanë të mos jenë autor, as viktima dhe as spektator të së keqes nesër. O ju të rinj, mos e masni vlerën tuaj me numrin e ndjekësve. Mos kërkoni famë duke poshtëruar dikën. Mos kërkoni famë duke nxjerrur moralin dhe vlerat tuaja njerëzore në treg të hapur. Mos e përdorni telefonin si armë kundër dinjitetit të njerëzve. Dini se çdo video që publikoni, çdo fjalë që shkruani dhe çdo njeri që lëndoni është e regjistruar tek Zoti, dhe për të cilën një ditë do të përgjigjeni. Zoti i Madh, Allahu thot në Kur'an: "Nuk nxjerr njeriu asnjë fjalë pa pasur pranë një menqyrës të gatshëm, pra që e shënon çdo gjë që thuhet dhe veprohet." Le të lutemi që Allahu t'i shërojë plagët e çdo viktime të dhunuar, t'i udhëzojë ata që kanë gabuar drejt pendimit të sinqert dhe t'i bëjë familjet tona vend mëshire, edukimi dhe sigurie. O Allah, mbroj fëmijët tanë nga dhuna, nga bullizimi, nga shoqëria e keqe dhe nga çdo e keqe e dukshme apo e fshehtë. O Allah, na bëj prej atyre që e ndalojnë të keqen, e përkrahin të mirën dhe e ruajnë dinjitetin e çdo njeriu.